Kohët e fundit, fansat që dëshirojnë që të shikojnë Brikenën dhe Mateun bashkë po gëzohen shumë, pasi që të dy tashmë kanë vendosur që të njohin njëri tjetrin dhe po kalojnë kohë së bashku. Që në fillim e kemi parë historinë e tyre, dhe ndërkohë që Mateo ishte gjatë gjithë kohës në kërkim të një shenje apo ndjesie nga Brikena, ishte ajo e cila refuzonte ta jepte këtë gjë. Brikena dukej shumë e stepur në fillimet e saja dhe mendonte që duke qenë se Mateo e tregoi këtë histori, ai po e përdorte për lojë dhe nuk kishte interes për ta njohur atë, ndërkohë që edhe duke qenë se familjarët i kishin ndarë herën e parë, ajo kishte frikë dhe stepi të bënte një hap, pasi dyshonte se mos familjarët do të mërziteshin nga kjo gjë. Ndërkohë, mamaja e saj futet në shtëpinë e Big Brother për ta takuar dhe i thot asaj që është shumë dakord me çfarëdo lloj vendimi që të marrë ajo. Dhe në momentin që Mateo i bëri surprizën e bukur që u pëlqye nga të gjithë, edhe pse e stepur që të nesërmen ajo duket se është afruar më shumë me të. Tashmë, edhe pse ajo kishte dyshimet e veta në fillim, duket që po i lë pas këto gjëra. Arushin që Mateo i bëri dhurat, ja vendosi emrin Boli dhe duket që ky Arush po i afron ata çdo ditë më shumë. Kjo për faktin se ato kanë kaluar kohë së bashku, duke luajtur apo duke u hequr sikur Arush ishte fëmia e tyre dhe po e veshnin apo po kalonin kohë me të. Dhe kjo gjë është pëlqyer shumë nga publiku dhe njerëzit që e shohin nga shtëpia. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni si midis tyre ka ndjenja të vërteta dhe do të linë një dashuri? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.